po në anën tjetër ki përparim Grudën e të tjerë që nuk ka najsan nështë që i përbashkën me Fatmir Limaj. Në historinë e vëndshme të veprimtarisë politike të Fatmir Limajt, kjo çështja e mosbesimit, mendoj unë, ka lind prej asaj që na e kemi pa dhe përjetu në 2025-ën. Madje, brenda platformës politike që ata kanë garu AK-ja dhe Nisma bashkë në zgjedhjet e 9 shkurtit, aty thuhet që ka ndodhur një lloj orkestrimi në kuptimin e koncentrimit të votave që Fatmir Limaj edhe përmes kvotës gjinore me dalë me 3 deputet në një listë në një platformë që sa i kishte 7-8 deputet në total, si me thonë, ishte disbalans 8 deputet, në fakt 3 deputet dhe 3 zotit Limaj. Dhe nuk ishte nështë problemi ma i madhe asaj kohë që zoti Limaj përmes manovrave elektorale kishmi dhe kvotës gjinore me i pas 3 deputet në kuvend për AK Nisma në atë kohë. Problemi filloi, besoj unë, për mandej AK-n, ndoshta edhe në sytë e PDK-s deri në një mas, me jetësu se me dalë ma shumë në sipërfaqe se zoti Limaj ishte duke koketu me Albin Kurtin gjithë kohës. Edhe për një 9 muaj, ylli i 9 mujoshit të blokadës vitit kalum ka qenë Fatmir Limaj, sepse Albin Kurti ja ka eksploatu qatë dëshirën e tij për pushtet. Fatmir Limaj përmes konferencave, përmes paraqitjeve publike, do i kemi na tregu që unë jam ai kingmaker, ai që e ndroi lojën këtu në politik, po tani kjo me 28 vjetor, erdhë me një Kosovë dhe me një faturë që vetë zoti Limaj e pagoi, edhe po duket që është e pagu hala. E nuk e di për sa ka me zgjatë kjo çështje. Dhe unë e kom një ndjesi Leo se di, më veç rrafshi i opinionit, nuk është në informate, kom një ndjesi që këto lloj presionet, deri në një mas të orkestrume që vinë për një ndikim që Fatmir Limaj duhet me u fut në listë, pe Ramiz Ladrovcit në një anë, pe Sami Lushtakut në anën tjetër. Dhe këtë ndikimet edhe se di ka pas nëse Mërgimi e ka pas votën për atëherë i bjen që ka pas një lloj disponimi. Jo, ka pas votën publike Mërgimi. Okej, ka pas një lloj disponimi ose një lloj tentimi për me ushtru presion mbi kryesin që të pranohet Limaj, e tash po duket që kryesia nëse është ashtu që tha profesori, 28 vota kundër e 2 për, ja ka dhënë qatë përgjigje që na nuk jemi në ato terme, ato linja. Mandej e pa shumë sepse kjo fushata që shkurt se u zgjata kjo pjesa pa, e pa kjo fushata e TikTokut, algoritmave edhe përgatiten me njerë kampet, për shembull kishin nis këtyn me antarëve të kryesisë me avqit fotot edhe me thonë këta e pengun bashkimin e madh, ta janë tradhtarët e PDK-s e kështu me radhë, ka diçka ka grupe se me thonë të interesit që lëbojnë. Antarët e kryesisë, pra shumë mirë që pozicionohen, si Mërgimi dhe tjerë të thonë mendimin e vet. Po te ana tjetër, pra ka shumë zyrtarë të PDK-s që deklarohen, thuaj që kjo është një moment vendimtar për PDK-n, cilët kanë mujtë me votu Fatmir Limin në 28 vjetor, pra në garë ka qenë. Nuk e kanë bërë këto. Përshka nëse e kanë lënë me 15.000 vota, se e kanë lënë me 15.000 vota nëse kryet disponimi i tyre, për nëse besojnë që shpëtimi është Fatmir Limaj. Ose se s'kanë bërë thirrje mu bashku PDK-ja Nismë ma herët. Që më duket që është pak fatës këtë punë, se me dalë dikush edhe me thonë unë jam për më këthy Fatmir Limaj, shumë rregull. Pra del edhe arsyeton me që me thonë, kini logjik në ato se qëfar ose pro ose në fund të ditës, matematika elektorale është shumë e thjeshtë, ajo përdhën numra, përdhën deputet. Në ato që na muj me gjyku dhe pse Pedri Hamza ka mundësi që e ka gjyku në qështë formë, është që ma mirë me pas një deputet ma pak, se sa 3-4 deputet të Nismës që në një situatë tjetër edhe ata janë ma pak. E kërë postim Ramiz Ladrovci, pra, thotë sigurisht, unë kom menu që me hy Fatmir Limaj është pozitive, thotë këtë që është i mbaroj si që mbaroj, jeta është e gjatë, na pret sfidë për çdo votë për PDK-n, herojnë tonë të luftës dhe të paqes dhe për Bedri Hamzën. Pra, thotë këtë çështje ka pi moca ujë, u kry kjo punë, tash na pret fushata, na pret thotë duhet me çdo votë për PDK-n dhe për Bedri Hamzën. Dërim.
Nuk e di sa ka këtu të vërtet prej hatërmbetjes, sigurisht ajo në politikën tonë është gjithmonë e pranishme. Ma shumë për duket viti fundit, fakt. Mu më duket që ma ofër të vërtetës është ajo që tha profesorin fillim, që është prishja balancave të pushtetit brenda partisë. Cila është një figurë politike që kur e menon njëri Hashim Thaqin edhe Kadri Veselin, cila i afrohet ma ofër këtyre dy figura. A është Bedri Hamza, a është Memli Krasniqi, a është Enver Hoxha apo Fatmir Limaj. Unë menoj që ardhja e Fatmir Limajt në PDK kishte me mujt me i prish balancat për brenda asaj që mund quhen grupe ose Kush e mojti PDK-n këto 5 vite ku si shtas Hashim Thaqi. Po e vërtet, mirë po menoj që a majtën qita Memla, qita Orana, jo s'pe kontestoj këtë gjë, nuk pe kontestoj këtë pjesë. Kush i hëngër ato shuplakat për këtë të në tjerëve, do me thonë dhe i sa u përballshin me PDK-n. Kush ja majti PDK që ato 200.000 vota? Ja majtën se tash këtë fushata grupi Prishtinës. Grupi Prishtinës ti mor 30.000 vota në Prishtinë. Po, edhe ta e pjesë dashur. Ta tjerë që kanë qenë, s'kan arrit qysh me thonë mi marr as 6-7 mijë. Unë si pyetje. Nëse PDK-ja hala, si më thonë, pika më e rëndësishme e saj është të qenë një trashëgimtare UÇK-s dhe me 2 liderët e saj në Hag, hala fakti që lidhet me UÇK-n, kjo është pjesa qendrore e kësaj partie. Mund flasim ne sa grupe ka PDK-ja, mirë po për diçka jam i sigurt që ka 2 rrymë. Është një rrymë që, si më thonë, është afër kësaj që PDK-ja do të jetë gjithmonë pranë UÇK-s. Dhe një rrymë tjetër që provon me ka përcy këto. Nuk po them që është kundra UÇK-s, nuk po them që e ka problem asociimin me UÇK-n, mirë po që tënton me kriju elektorat, ky që quhet grupi i Prishtinës. Nuk po them që është keq kjo farë pune, mirë po kjo është përballje edhe gjeneratave, edhe mentaliteteve. Fatmir Limaj i prishi të 2 balance. E në anën tjetër, tu i qenë fytyra që afilion më afër, është shëmbëltyra e sloganit Liria ka emën, ky njeri mund të ishte njëri, ndoshta njëri më i votuar në analistës PDK-s. Nuk kemi të bëjmë shumë me hatërmbetje, sa për përshtypjen time prishje të balancës së pushtetit, të pushteteve brenda PDK-s. Që kjo mendoj që duhet më u konsideru sipas hesapit tim, se hatërmbetjet to janë njerëzore, kishin mujt edhe më u kalu. Janë kalu edhe më herët edhe hatërmbetje të tjera shumë më të mëdha. Bile unë mendoj që veç me figurën e Enver Hoxhës, Fatmir Lima ka pas provu me eksploatu, me qenë se ai ishte shumë larg prej UÇK-s. Edhe për shkak të një konflikti, një incidenti personal që ai e përmend në përfushat, unë e kemi kalu pragun duke konfliktuar figurën e tij me figurën e Enver Hoxhës. Duke thonë, cili është më UÇK, cili është më PDK. A ona Enver Hoxha, i cili nëse nuk gaboj kishte pas thonë, ose ky thëjke që ka thonë që nëse e merr pushtetin UÇK-ja unë iku krejt. Ky pa thonë. Po, ky ka pas thonë, po. Prandaj prej momentit që s'është Enver Hoxha i më, gjuha e Fatmir Limës ka qenë më e butë në raport me PDK-n. Duhet me pranu këtë gjë. Nuk ka pas gjuhë shumë konfliktuale me Memlin, as me Bedri Hamzën e tjerë. Pra, shumë më pak më duket që është hatërmbetje, shumë më tepër duket që është prishje e ekuilibrave edhe balancave të pushteteve brenda PDK-s. Tash diçka tjetër dashta më thon për me përmbyll këtë pjesë.